Fletëthirrja e dytë për Belinda Ballukun, zëvendës kryeministria duhet të paraqitet në SPAK ditën e premte. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku refuzoi që të shkonte në SPAK si person nën hetim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera, por mësohet se ndaj saj është dërguar një tjetër fletëthirrje ku i kërkohet që së bashku me një avokat të paraqitet ditën e premte në prokurorinë e posaçme. Ktesa për paraqitje mban firmën e prokurorit posaçëm Dritan Prençi, i cili ka kërkuar që zëvendës kryeministria të jetë asistuar nga një avokat, një praktik që nënkupton se ndaj saj mund të komunikohet zyrtarisht një akuzë penale. Ndërkohë, ditën e djeshme gazetarja Klodiana Lala tha përmes avokatit të saj, Balluku ka dërguar një shkresë zyrtare duke kërkuar caktimin e një date tjetër për të përballur me hetimin e posaçëm. Zonja Balluku nuk u paraqit, por përmes një avokatit përzgjedhur prej saj i ka dërguar një shkresë SPAK dhe është saktuar një tjetër datë kur ajo të paraqitet për të pyetur, deklaroi Lala. Koordinatori i programit ekonomik të Partisë Demokratike, Dorian Teliti, ka kërkuar dorëheqjen në zëvendës kryeministres dhe ministres energjisë Belinda Balluku. Teksa ishte i ftuar në një emision, ai tha se SPAK duhet të bëjë pezullim të pozicionimit të saj të punës pasi e ka kompetencë të vetën. Balluku të paktën deri të premten duhet të jap dorëheqjen pasi po akuzohet për afera korruptive nga SPAK, nga një institucion që ende po heton. A ka mundësi ministri në detyrë, zëvendës kryeministria në detyrë, jo vetëm për çështje që janë avancuar, por edhe për ato që janë hapur të fuzduar në manipulimin dhe zhdukjen e provave, në rast se nuk jep dorëheqje. SPAK duhet të bëjë një tjetër veprim të premten, të bëjë pezullim të pozicionit të punës, e ka kompetencë vetëm, të paktën pezullim. Në rast se shikohet një ndërhyrje, lëvizje dhe hapa që ndikojnë në procedurat që po hetohet, ka edhe masa të tjera, tha Teliti. Kreu i SPAK, Altin Dumani, u pyet dje në kuvend lidhur me kallëzime penale dhe të depozituara ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Deputetët e opozitës pyetën nëse SPAK po heton disa dosje që lidhen me Ballukun, përfshirë çështje mbi shitblerjen e energjisë, projektet e rrugëve, parqet fotovoltaike, tunelin e Llogarasi dhe termocentralet Tigri 1 dhe Tigri 3. Në përgjigjen e tij, Dumani deklaroi se përsa kohë çështja ndodhet në fazën e hetimit paraprak, nuk mund të jepen detaje apo informacione për ecurinë e tyre.